Првиот заменик председател на владата Беким Сали во емисијата Клик Плюс, зборувајќи за барањето на студентите правосудниот испит да се полага и на албански јазик, истакна дека правата за гарантирани со уставот нема потреба да се повторуваат во секој закон или правилник, бидејќи тие треба автоматски да се применуваат од институциите. Ku ne themi se duhet respektohet kushtetuta dhe nuk duhet futemi në çdo ligj apo në rregullore të institucioneve të ndryshme ta shkruajmë gjithandej se duhet kjo. Domethënë, për arsye se nuk kuptohet, nëse në kushtetutë është e shkruar diçka, gjithçka inkorporohet në praktikën e motutjeshme të institucioneve dhe do të qëndrojmë kësaj mbrapa, domethënë për krajin do ta kenë studentët maksimalisht. Сали соопшти дека имал комуникација со министерот за правда, но дека од негова страна немало разбирање. Тој нагласи дека барањето на студентите има уставна основа и дека одбивањето не е поради недостиг на правни аргументи, туку поради недостиг на волја. Unë kam pas një komunikim me ministrin, për fat keq nuk ka pas mirë kuptim. Kur e keni pasur këtë komunikim? Gjatë kësaj jave apo më herët? Dita pasi ka ardhur materialit e unë, kërkesa e studentëve, dhe mua më vjen keq që Ministria e Drejtësisë do të delë në një situatë të pavolitshme për arsye se nuk do të ketë më arsye time si ta refuzon kërkesën e shkak se isha në udhëtim zyrtar, nuk e kam pas takimin tet-a-tet, ka qenë një thirrje telefonike me cilën kam kërkuar që të respektohet kjo kërkesë për arsye se ka bazë kushtetuese, domethënë. Po. Cila është përgjigjja? Unë kështu, domethënë mes fjalëve e vërejta se nuk ka vullnet, nuk ka të bëjë me argumentime këtu. Министерот за правда побарал средба, но Сали вели дека ова не е политичко, туку правно прашање и дека не бара преговори или долги дискусии. Ato lloj takime mbahen në momente kur duhet merren vendime politike. Kjo nuk është çështje politike, kjo është çështje juridike. Diçka që është e shkruar dhe garantuar, është procesi kryer, nuk kam nevojë të trajtoj një temë dhe të kalojmë orë të tëra duke u bindur se kushtetuta e thot këtë. Por do të shohim. Pres ministrit të reflekton, nëse nuk reflekton, do ta trajtojmë edhe ashtu, do të organizojmë një takim, ta bindim si ministri i drejtësisë, i cili do ta respektojmë fillimisht ai dhe institucioni i tij kushtetutën dhe pastaj të kërkojmë edhe nga qytetarët të respektojnë atë. Според првиот заменик председател на владата Беким Сали, најјасниот и најдиректниот одговор до Министерството за правда ќе дојде од народниот правобранител.